Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek impakti që konflikti i ashpër Rusi-Ukrainë dhe zhvillimet e pafundme, shumë dimensionale, diplomatike që po zhvillohen rreth saj ka në Ballkanin ton problematik. Dhe në rast se do t'i referohemi kongresmenit republikan Keith Self në mesazhin e tij të fundit në Kongresin Amerikan në dëgjesën e fundit, ai deklaroi përjashtuar agresionin rus kundër Ukrainës, Ballkani Perëndimor mbetet rajoni më i paqëndrueshëm në kontinentin evropian. Këtë temë në pjesën e parë të këtij emisioni unë do ta diskutoj me dy panelistë. Me mua në studio është gazetari, analisti dhe studiuesi i problematikave të Ballkanit Ben Andoni. Ben, falenderoj që erdhe. Përshëndetje dhe mirësoj që. Faleminderit. Në lidhje direkte nga Novi Sadi, unë kam kënaqësinë që të kem në këtë emision zotin Nenad Çanak, ish deputet, ish politikan dhe njëri prej panelistëve më të artikuluar në mediat serbe. Zoti Çanak, të falenderoj që na u bashkove. Thank you for inviting me. Zoti Çanak, doja që ta filloja me realitetin aktual në Serbi, duke u nisur nga Nisi, kompania e naftës e Serbisë, e cila është nën sanksione të ashpra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si po përjetohet ky sanksion dhe realiteti i krijuar nga mungesa e naftës dhe e gazit rus në Republikën e Serbisë? Point with these sanctions is that Qëllimi i këtyre sanksioneve që qeveria serbe ka refuzuar disa herë që të ndërmarrë shumicën e aksioneve të Nisit, sepse ata nuk donin që të largonin pronën ruse, ose me fjalë të tjera të merrnin mbrapsht, të blinin mbrapsht këto aksionet e Nisit. Po ashtu nuk ka pasur sanksionet dhe Serbia në fakt është një nga vendet e rralla të cilat nuk kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë pas agresionit rus kundër Ukrainës. Dhe në këtë çast ju mund të shikoni se në Serbi është e pamundur që të blesh euro në këmbimet valutore. Nuk ka rëndësi sepse euro ishte pak më e fortë se ditën e djeshme, edhe pse ditën e djeshme diku te 170 dinar për një euro, ndërkohë sot është pak më shumë, 118 dinar fali, dhe jo por ditën e sotme të mund t'i blesh këto eurot nga zyrat e këmbimit valutor, edhe mendoj se kjo ndodh fal faktit se ata duan të kenë rezerva në euro në mënyrë që të paguajnë këta punonjësit e Nisit. Po ashtu mendoj se gjërat e tjera do të vinë në të ardhmen afërt. Pikërisht, këtu doja të ndërhyja, zoti Çanak, çfarë keni parasysh kur thoni gjërat të tjera do të vinë? Kisha më shumë në dimensionin ekonomik. Sanksionet janë të ashpra, por ndërkohë edhe Rusia nuk është entuziaste në shitjen e aksioneve të Gazpromit dhe Gazprom Neftit, të cilat përbënin rreth 70% të aksioneve të kompanisë NIS. Arsyeja shumë e thjeshtë. Nisi është një makineri shumë e madhe pastrimi parash për rusët. Dhe ata janë duke paguar të gjithë këto grupet para ushtarake, të cilët ndërmarrin veprime në tërë Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është arsyeja pse ata nuk duan që ta dorëzojnë Nisin, sepse ata dinë që pa Nisin, ndikimi i tyre direkt mbi politikën në Serbi dhe në rajon ka përshtu eliminuar dhe nuk duan të pranojnë diçka të tillë ditën e sotme kur ato janë duke humbur PD diplomatike në të gjithë botën.
Zoti Çanak, për ta vazhduar më tej, si ndikon situate krijuar me naftën dhe gazin rus që po frenohet në politikën e jashtme të Serbisë, për sa i përket raporteve që ka ajo me Rusin dhe raporteve që kërkon të mbajë dhe të ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? It is early to say Është herët që të themi, shumë herët për të thënë, efektin dhe ndikimin e kësaj situate mbi ekonominë e Serbisë. Por ajo që është e sigurt është që kjo do të shkaktojë një problem shumë të madh. Sepse kur çmimi i naftës rritet, të gjitha çmimet kanë për të rritur po ashtu. Dhe njerëzit që tani nuk është se ka një standard spektakolar jetese. Dhe ne presim që të ndodhi diçka e tillë gjatë 2 muajve të ardhshëm. Zoti Çanak, pritet që nisi të shtetëzohet, pritet që nisi t'i kaloj kompanive private serbe, pritet që nisi t'i kaloj firmave të fuqishme perëndimore, firmave të fuqishme amerikane, apo edhe oligark rus që po marrin në shtetësinë serbe dhe që mund të marrin ata pjesën e sanksioneve, pjesën e aksioneve. Si e shihni ju këtë moment, sepse është vërtet delikat, duke qenë se bëhet fjalë për sektorin energjetikës tejet strategjik për një vend, sidomos Serbinë? I think that Russians will as a second best thing. Mendoj se rusët, si mundësi të dytë më të mirë, kanë për të pranuar që nisi të kalojnë në përsi të shtetit. Pra, që qeveria e Serbisë, e cila në një përqindje të konsiderueshme është në kontrollin e Kremlinit. Pra, nëse ata do të bëhen pronarët më të mëdhej, nuk është se ka për të ndryshuar ndonjë gjë për ta. Dhe prandaj ata janë duke këmbgulur për pjesën e privatizimit të nisin nga kompanitë të tjera perëndimore. Dhe mendoj se kjo është diçka që rusët do të përpiqen që të mos ndodhi. Nuk e di, Ben, do kishe ndonjë pyetje për zotin Çanak? Zoti Çanak, mirëmbrëma. Kisha 2 pyetje për ju. Si ka ndodhur me kompaninë NIS që, sidomos gjatë viteve të tranzicionit të ish Jugosllavisë, nuk ka investuar në pjesën e infrastrukturës dhe në pjesën e depozitimit, që në periudha si këto mund të ndihmonin në kohën e ndryshimit të aksionerëve? Kjo është pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë lidhet me një fakt. Zoti Vučić premton për zgjedhje në maj ose në dhjetorin e vitit të ardhshëm. Në rast se kriza e nisit do të zgjasë shumë, pasoja do të jenë shumë të mëdha për qeverisjen e tij. Kemi pa njohuri të zotit Vučić me situatën, apo po i shpëton situata nga duart? First of all, Russians Si fillim, Rusën e morën nisin për vetëm 400 milion euro, dhe këto 400 milion euro janë të barabarta vetëm për sasinë e naftës të marrë nga tokën, sepse ne kemi fusha të ndryshme në Vojvodina. Pra të marra nga toka brenda një viti. Pra edhe një herë kjo ishte diçka politike nga ish qeverit të Pushtinat dhe Boris Stanić. Pra kjo nuk është asgjë e re, pasi rusët për dekade dhe Karamela kanë dashur që të kenë kontroll të sektorit energjetik të Serbisë. Po ashtu ata donin një treg dhe një makineri për të pastruar parat. Diçka të tillë donin, nuk është se donin të investonin në fund ditës, pse të investonin. Ata kishin nevojë për ndikim politik, nuk kishin nevojë për të investuar në ekonomi. Dhe lidhur me pyetjen e dytë, lutem mund ta përsërisni? Po. Duket që është mendje shkurtësi e zotit Vučić që cakton zgjedhjet ose për në maj
ndërkohë që situata me Nisin do rëndohet jashtëzakonisht për Serbinë. For Serbia. Kjo nuk ka për të pasur një ndikim tek çështja e zgjedhjeve, sepse qëllimi i tij i vetëm është që të zgjati sa më shumë që të mundet zgjedhjet, sepse qëllimi i tij kryesor është pjesa e Expos. Sepse kjo Expo që ka për të ndodhur ka një vlerë për 18 miliard euro. Lojrat olimpike në Francë kushtuan 8 miliard euro, ndërkohë ky aktivitet kushton 18. Pra mund të kuptoni se çfarë vjedhjeje mund të jetë ky aktivitet që do të organizohet. Dhe ata duhet të marrin pjesën e tyre në ato 18 miliard euro. Dhe ata nuk është se duhet të jenë në pushtet në mënyrë që të jenë në kontroll servis, por komplet pjesa lindore e Serbisë është shitur kinezëve, kur rusët po ashtu janë duke kontrolluar edhe një pjesë mjaft rëndësishme të ekonomisë së Serbisë. Pra, kur të përfundojnë me këtë vjedhje, me paratë të cilat vinë nga huat, të cilat janë marrë nga jashtë, ata do të jenë të gatshëm për të dorëzuar pushtetin, sepse nuk do të jenë më drejtuesit e Serbisë, do të jenë bashkëpronarët e Serbisë. Ky është plani i tyre në fakt. Po. Dhe kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme që ta heqim fuqinë sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të ndalim këtë vjedhje dhe të shikojmë se çfarë dëmi çfarë mund të ruhet, si mund të i ulim sa më shumë dëmet e mundshme. Po, zoti Çanak, doja të vazhdoja me një tjetër element të rëndësishëm të kësaj bisede, e cila ka të bëjë me protestat në qytete të ndryshme të Serbisë. Ajo që perceptohet tani është që intensiteti dhe nervi i këtyre protestave ka ardhur duke u fashitur. Ju, si e shpjegoni këtë, një tjetër triumf i presidentit Vučić në jetën e brendshme politike? Në fakt, e gjitha kjo është thjesht një mashtrim, sepse ai është duke importuar nga Republika Srpska, nga Malizi, nga Kosova, disa votues të cilët janë duke votuar me kartë identiteti falso në këto zona të ndryshme, ku ai do t'i tregojë elektoratit e vetë se ai është i fortë, është i pushtetshëm. Dhe ka plot njerëz në ndërmarrje të ndryshme shtetërore në Novi Sad kryesisht, u detyruan që të ndryshoshin vendodhjen e tyre, banesën e tyre për zgjedhje vendore të cilat morën pjesë përpara një jave. Dhe për një ditë, vetëm për një ditë, ata u bën qytetarë të qyteteve të ndryshme në Serbi ku zhvilluan këto zgjedhje vendore. Dhe tani më ka rreshte të gjata përpara komisariateve të policisë, ku ata janë duke pritur në radhë për të ndryshuar sërish adresën dhe ta vënë sërish në Novi Sad. Pra, ai është duke përdorur të gjithë metodat e mundshme në mënyrë që të mbaj imazhin e tij e një personi të pushtetshëm në Serbi, por praktikisht ai do të humbiste çdo lloj zgjedhjeje pa mashtrime. Po, për sa i përket kësaj lëvizjeje të cilën ne e kemi komentuar gjatë gjithë vitit që ajo është zhvilluar, apo shndrohet ajo në një forcë të mirëfillt politike e cila do të tërhiqte të gjithë energjinë anti-Vučić mbi vete, përfshirë këtu dhe atë energji që ishte shpërndar tek forcat opozitare? Opozita aktualisht nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm në jetën politike në Serbi, sepse njerëzit janë të lodhur e të mërzitur nga përpjekje të shumta për të ndryshuar diçka të drejtuara nga vetë kjo opozitë.
Mbaj mend disa herë për shembull kur ka pasur Serbia kundër dhunës, Aleanca për Serbinë, disa lëvizje të tjera të cilat organizuan disa protesta gjatë rrugëve dhe asgjë nuk ndodhi. Pra njerëzit duan ndryshime. Njerëzit nuk duan të shikojnë me Vučićin dhe ata kanë për të votuar dhe për vetë djallin nëse djalli është kundër Vučićit. Por fatkesisht mendoj se aktualisht studentët ose të ashtu quajturit student, pasi ka edhe të tjerë brenda këtij grupi, janë forca e vetme për të cilët njerëzit janë të gatshëm të votojnë. Kryesisht sepse nuk e din se kush janë këta njerëzit dhe çfarë janë duke ofruar. Për votuesit e zakonshëm mjafton që të jetë dikush kundër Vučićit dhe të jetë dikush i panjohur. Kaq mjafton. Dhe kjo ka për të sjellë një rrezik të madh në të ardhmen, sepse ju do të shikoni shumë persona të panjohur pa emër, me ide të panjohura dhe këto kanë për të ardhmen në pushtet. Por, ky është një problem i së nesërmes. Problemi i të sotmes se si të ndalim dhunën rrugëve, ku policia e Vučićit në mënyrë direkte është duke rrahur njerëzit çdo ditë që ata dalin në rrugë. Përpara pak orëve, zoti Misha Bačulov, një prej personave dhe aktivistëve më të ekspozuar, u lirua nga burgu ku shkoi për herë të gjashtë, edhe pse nuk ishte asnjë provë asgjë. Për herë të gjashtë u arrestua dhe u mbajt në paraburgim për 1, 2, 3 javë kështu me radhë. Pra, nuk ka fuqi të pushtetit gjyqësor, e cila është e pavarur ose të paktën e cila është duke ndjekur ligjin si bazën e punës së saj. Ju po ashtu keni pushtetin ekzekutiv, pra keni policinë dhe gendarmerinë, e cila është një ushtri e partisë së Vučićit për të shkatruar çdo përpjekje për ndonjë lëvizje të konsiderueshme rrugëve. Po ashtu keni dhe kontroll direkt të të gjithë medias elektronike. Të gjithë medias elektronike. Unë personalisht sapo kuptova se në shtëpinë time ata ndryshuan ofruesin e kablorit edhe pa na thënë se do të bënë çka të tillë. Dhe me ndryshimin e ofruesit të kablorit, ata thjesht ndalojnë televizionet të cilat japin gjëra të ndryshme nga televizionet e Vučićit. Kjo është situata në Serbi sot. Dhe megjithatë ju thoni që në rast se do të zhvillohen zgjedhjet në fillim apo në 6 mujorin e parë të vitit 2026, sërish presidenti Vučić me gjithë këto aftësi që ka për të manipuluar realitetin politik do të humbas? Po, por nuk është e rëndësishme, sepse ne nuk kemi duke folur më për zgjedhjet. Kushdo fiton apo humbet zgjedhjet e ardhshme, ana tjetër nuk ka për ta pranuar rezultatin e zgjedhjeve, nuk ka për të pranuar se zgjedhje të drejta dhe të ndershme. Pra, shteti jonë është në një problem shumë të madh. Pa organizuar zgjedhje nga një forcë ndërkombëtare që do t'i besojnë të gjithë, do të jetë e pamundur që të organizojmë zgjedhje, të cilat do të prodhojnë rezultate të pranuara nga opinioni publik. Ben, kam përshtypjen që do ta pyesësh zotin Çanak. Zoti Çanak, edhe një pyetje. Duke kaluar koha dhe duke mos pasur një listë përfaqësuese njerëzit e studentëve, a mendoni që Serbia mund të kalojë në një anarki të madhe? Me vërtet.
Jo, nuk pres të kalojnë në anarki, ka më shumë gjase që të ketë më shumë një diktaturë fashiste. Edhe ne jemi më pranë në faktet të këtij fashizmi të hapur çdo ditë, sepse Serbia në bazë aktualisht është shumë pranë për kufizimit klasik të fashizmit. Dhe unë kam frikë se pa ndërhyrjen e forcave demokratike nga bota, do të kemi një shtet fashist gjatë 6 muajve të ardhshëm ose një vit të në ardhshëm. Zoti Çanak, prap për narrativën e fashizmit. Fashizmi ka lidhje gjithmonë me populizmin dhe Vučić luan me populizmin. A është frika në Serbi që një pjesë e madhe e popullit të ndjeki sërish Vučićin mbas zgjedhjeve të parakohshme? Çështja është këtu, ju nuk e keni anën tjetër, ideologjinë anës tjetër. Ju keni populizmin nga të dy anët. Pra, ju keni njerëz të cilët mbajnë fjalime plot deklarata për Kosovën dhe gjëra të ndryshme metike, për të cilat Slobodan Milošević në fund deklarata ngjashme ato të Miloševićit kur ai erdhi në pushtet. Pra, me fjalë të tjera, ju nuk keni një fuqi politike në lidhje me Evropën perëndimore. Dhe ky është problemi më i madh, sepse ti dëgjon të njëjtat gjëra dhe me një ndikim të madh të fortë nga inteligjenca ruse në Serbi. Tani më ju keni problemin se Bashkimi Evropian nuk luan më rolin që duhet të luajë. Dhe ky rol duhet të jetë ai ku i tregon njerëzve se do të jetojnë më mirë me Evropën se sa pa Evropën. Dhe ata nuk bëjnë diçka të tillë. Ata kanë harruar se pse organizua Bashkimi Evropian. Dhe kjo është diçka e keqe. Po, zoti Çanak, vetëm një javë më parë unë zhvillova një intervistë me gazetarin e njohur investigativ kroat Domagoj Margetić për historinë e famkeqe të Sniper Safari apo Safari Sarajevo. Dhe ai ka depozituar edhe një padi penale në gjykatë në tribunalin e Milanos për ta ndjekur këtë çështje. Ju me eksperiencën dhe ekspertizën tuaj ndër vite, si e shihni këtë çështje? Një çështje tejet e rëndë, tërësisht antihumane me elemente të mirëfillta makabriteti brenda saj. I mbaj mend ato vitet, fillimet e vitet 90 dhe në atë kohë ne dëgjonim thashe theme për këto Sniper Safari, po jo vetëm për Sarajevos, por edhe në Banja, e cila është në pjesën veri lindore të Kroacisë, e cila ishte pushtuar nga paraushtarakët atë kohë. Dhe këto grupet paraushtarake në thelb ishin të lidhur me Miloševićin dhe shërbimet e tij sekrete. Dhe ishin një fraksion i këtyre shërbimeve sekrete. Dhe ata ishin po ashtu duke organizuar gjëra të ngjashme. Pra ne dëgjonim këto fjalët, po njerëzit nuk donin që të flisnin hapur dhe nuk donin që të jepnin emra, sepse atëherë ishte shumë e lehtë që të vriteshen nëse zbuloje gjëra të tilla. Por kjo nuk është diçka e re. Ka pasur plot krime lufte të një natyre të tillë, të cilat ende nuk janë zbuluar. Për shembull, ti vendosje njerëzit në radhë me pranga, me zinxhir dhe ti detyroje atyre të ecnin në radhë mbi mbinat. Dhe më pas njerëzit vendosnin pase se kush do të vriteshë i pari duke shkelur minat. Këto ishin ngjarje
famkeqe. Dhe kur ndodhi fatkesisht lufta, pra unë e di shumë mirë se gjërat të tilla janë gjërat që të gjithë i dinë, por askush nuk do të flasi për to. Por në këtë rast ka një padi konkrete ndaj presidentit Vučić në tribunalin e Milanos. Pra, me emër dhe me mbiemër, presidenti Aleksandar Vučić akuzohet për pjesëmarrje në këtë safari makabër. Nuk e di dhe nuk kam të dhëna dhe informacion dhe nuk mund të them ndonjë gjë me siguri. Ai ka qenë përreth Sarajevos në atë kohë, roli i tij është i debatueshëm, por është e pamundur që ai të mos ke ditur gjëra të ndryshme, por nuk e di, ai ka qenë mjaft i ri në atë kohë dhe nuk mendoj se aktivitetet e tjera do të ishin në duart e një personi kaq të ri në moshë. Nuk e di, thjesht nuk e di, dhe nuk do të flas për këtë gjë. Edhe një pyetje të fundit, zoti Çanak. Ju e kemi analizuar vazhdimisht qëndrimin e presidentit Vučić i aftë që të mund të navigojë në meslindjes dhe perëndimit. Ndërkohë që duket sikur gjithmonë e më tepër po ngushtohet kjo hapësirë. Ju si e shihni pozicionin e Serbisë në kuadër edhe të konfliktit Rusi-Ukrainë, për sa i përket orientimit të saj? Varet se çfarë ka për të ndodhur në fund midis Ukrainës dhe Rusisë. Zgjedhja e vetme do të jetë tërheqja e Rusisë nga Ukrainës, por unë nuk mendoj se aktualisht ka mjaftueshëm forcë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë Rusinë që të tërhiqet nga Ukraina. Dhe kjo është diçka shumë e rrezikshme sepse Rusia është duke kërcënuar fqinjet në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se çdo përpjekje tjetër do të ishte ngrirja e konfliktit, por nuk do të ishte paqja dhe nuk do të ishte një zgjedhje e besueshme dhe afatgjatë. Pra, në varësi të kësaj gjëje, ka për të varë dhe çfarë ka për të ndodhur në Serbi, sepse Serbia ditën e sotme ka plot njerëz të cilët janë thellësisht të lidhur me Rusinë. Dhe Rusia për dekada me radhë ka pasur ndikim në pjesën e kërimit të qeverive serbe. Dhe gjithmonë kam këngulur se Ministria e Fortës, siç e quhen ato, pra policia, ushtria e këto të tjerë, dhe sigurisht pjesa e energjisë duhet të jenë në duart e njerëzve që janë prorus. Dhe ne do të shikojmë se si kjo aventurë dhe situatë në Ukrainë ka për të përmbyllur. Nëse Rusia ka për të mposhtur, kjo ka për të ndryshuar plot gjëra në Serbi, por nëse nuk humbet, mund të prisni dhe shumë probleme dhe në Bosnjë, mund të prisni shumë probleme dhe në Maltezi, dhe nuk mendoj se Kosova ka për të shpëtuar. Zoti Çanak, ju jam shumë mirënjohës për kohën dhe kontributin tuaj në këtë emision. Ju falenderoj. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi për të analizuar të tjera dimensione të impaktit të luftës Rusi-Ukrainë në rajonin e Ballkanit. Sërish së bashku do të jemi vetëm pas pak.